Jemi rikthyer në studio, po flasim për refuzimin e mazhorancës ndaj kërkesës së SPAK për imunitetin e Belinda Ballukut. Manjan, po SPAK-u çfarë i mbetet të bëjë tani? Do reagoj apo është e kundërta, mund të ripërsërisi kërkesën? Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them. Çfarë mund të ndodhë? Vazhdoj ta them me atë që thot ligji edhe kushtetuta, të vazhdojnë të bëjnë hetimet, nuk i ndalon askush, të vazhdojnë të ngrenë akuza, nuk i ndalon askush, ta çojnë në gjyq çështjen, nuk e ndalon askush, ta dënojë gjykata zonin Ballukun nëse gjen prova dhe fakte, nuk i ndalon askush, dhe këtu mbaron kjo histori. Përpos faktit që unë insistoj, vazhdoj të insistoj, që kur e kemi shpik SPAK-un dhe e kemi vënë në kushtetut, si asnjë vend tjetër në rruzull, jo në Europë, në rruzull, nuk do gjeni një kushtetut që të ketë SPAK, pra fjalën korrupsion brenda. E kemi bërë dhe kemi dhënë mbrojtje kushtetuese, dhe kjo është edhe një kundërpërgjigje tjetër që apo preket SPAK-u, jo, nuk preket, se është ngrinë kushtetut. Nuk preket, është ngrinë kushtetut, ova. Edhe objekti SPAK-ut është ngrinë kushtetut. Edhe emrimi, e largimi, e zgjedhja e Dreqit Biri edhe çfarë themun edhe ciklin menstrual të grave e kemi shkruar në kustetut. Nuk preket, thuati, dakor, çfarë bën tani, çfarë mund të bëjë? Dhe e kemi vënë aty për t'i kapë në flagrancë këtë. Nuk e kemi vënë aty që për të lexuar gazetat, as për të parë arkivat ku diun se kujt çfarë shohin ta. Ta bëjnë dhe atë patjetër. Po qëllimi themelor, primar, që u bë i posaçëm, super i posaçëm, me super mbrojtje, ishte që t'i zinin në flagrancë. Me presh në dorë. Edhe në flagrancë. Jo, ishte ky është qëllimi kryesor. Jo edhe, ky është kryesor. Se gjej fakte që ka bërë korrupsion jashtë flagrancës, nuk quhet hetimi? Për nga natyra, korrupsioni është një vepër penale që kërkon fakt, kërkon flagrancë. O e zure, o i merr opinga. Korrupsioni në niveleve të larta. Është i sofistikuar. Po pra ne e bëm edhe të lartë këtë ne, bëm shumë të lartë, dhe bëm kushtetut. Pyetësh kush është rasti që është kapur korrupsionin flagrancë, për shembull. Po nuk e ka më asnjëri. 50 milionë euro për shembull. Pse vënë dyshim të? Asnjë shtet në rruzull, po them, nuk ka një SPAK në kushtetut. Mbaroj. Ne kemi. Po pse e vëmë në kushtetut atë? E vëmë sepse e dinim që këta do japim dorë që të kapi politikanët. Po këtë punë e vëmë atë. Dhe këta s'kan bërë asgjë në këtë drejtim. Këta vetëm kanë kap Safetin, edhe Safeti kapi vetën në fakt. S'ka kap, edhe ai vetën kapi. Tu ke drejt. Po pra kjo është qëllim, ky është dështim spektakolar për qëllimin që u bë, për mbështetjen që u dha, për garancitë ligjore maksimale për të prek kushtetutën. Nuk e bën dot. Kështu që në këtë pikë them që me që të vim të përgjigj çfarë mund të bëj SPAK-u në këto kushte, SPAK-u të vazhdojë të bëjë ato hetimet, ato çurravitjet dhe jargavitjet me ato 16.000 faqe të kështu, kujtun se çka. Ato janë pjesë e dosjes, pse i quan të tilla? Po çurravitje janë, më. 16.000 faqe nuk janë 16.000 prova. Ashtu ka qenë edhe dosja Berishës me mira faqe. Po më fal kujtë, më mbledhin atje gjithë dokumentacionin e kush ka bërtit për atë rast më shumë se sa unë? Jo, po them kush ka bërtit për atë imunitetin e Berishës më shumë se sa unë? Këtu në këtë studio. Dhe ku do ku më është dhënë mundësia? Kur është e padrejtë, është e padrejtë më. Tash njerëzit thonë që pse mbro Belindën, po kur mbroja Salion ç'a isha? E pra tani, po kjo është e vërtetë, unë një parim kam. Kur them 16.000 faqe, e di diçka. Dhe po ta them profesionalisht. Nuk janë 16.000 prova, spekulimi i madh. Jo 16.000 prova. E pra, po kështu e kanë bërë lajmin ato. Ja ku i ke tani provat aty? Hajde çfarë do? Kështu ti bëjnë ata. Kështu të bëhet gjyqi sot më. Si e dini që ka kështu gjyqi publik, thuat, po publik edhe në sallë gjyqit moj. Edhe në sallë gjyqit është kështu. Moj edhe një herë, përpiquni të kuptoni një gjë. Mlefi me cilin është karikuar ajo strukturë, është i dukshëm. Shifeni çka ka ndodhur, po jo përsëris. Po të lutem. E kanë pezulluar me gjithë skama detyrë. Ti e quan pjesë të mlefit këtë? Është mlef, s'ka asnjë shpjegim legal kjo. Janë shmendur prokurorët tani dhe duan të kapin kanë nevojë për një vizitë te psikiatri. Po çfarë them tani? Si ta shpjegoj unë? Si ta shpjegoj? Më gjeni një arsye. Me gjeni një arsye logjike, po logjike, që ti pezullon di që s'ka detyrë më. A bale, aty fëqjetën, o ka vdek më, jo, dënim, pas vdekjes. Kjo është një gjë e pa imagjinueshme. Që ti ve ka pak, se kam folë shumë pak edhe s'do të flas më.
Po, flasësh dhe pak. të vazhdoj, s'flas fare, s'ka problem, nuk kam nej kështu. se kemi Vetëm se minor. dua ta artikuloj deri në fund atë që kam. Po. Ta hetoj, ta çojnë gjyq, ta dënojnë nëse e gjen me prova dhe historia këtu mbaron. Imuniteti këto nuk i pengon fare. Bile edhe për t'i kam flagrancë nuk do t'i pengon dhe imuniteti, pa ta këllë që si ka. Okej, Bledi? Shiko, ne po e trajtojmë çështjen sikur këtu thjesht po shkelen ca të drejta. Në fakt, problemi kryesor këtu është standardi me cilën ajo që ka në dorë të imponohet drejtësisë vepron. Në këtë rast është mazhoranca dhe jo e mazhoranca, por vetë parë kryeministri i vendit. Pra, është ky kryeministri që sot qanë për çështjen e paraburgosurve, po nuk u kujton e herë për Erion Velien me qira fjala, kur u futë dhe ka vazhdon të jetë një vit burg aty. Nuk kujtua as për Ilir Beqen, nuk kujtua as për Alqi Bllakun, as për Lefter Kokën, as për shumë njerëz tjerë. Pyetja është pse u kujtua krejt papritur për Belinda Ballukun. Dhe kjo është gjithë pikpyetja. Dhe është e vërtetë që mënyra se si zoti Rama po vepron e ndihmon, këtë duhet kuptojmë. Pra, mënyra si vepron me Belinda Ballukun, vendos standardet e reja tek hetimi, tek drejtësia, a është drejtësia më e lirë për ta bërë punën e vet, apo është më e penguar për ta bërë punën e vet? Partnerët tanë ndërkombëtar, drejt cilëve duam të antarësohemi, na thonë që mënyra si po vepron mazhoranca aktuale e pengon punën e drejtësisë. E vendos standarde të dy fishta, në një standard kur hetohen dhe dëshkohen dhe goditen kundërshtarët politik opozita, dhe një standard tjetër ku goditet ai që është bashkëpunëtori jonë me ngushtë. Sepse sa i takon sinqeritetit e Ramës është i njëjti i Ram që dilte thoshte para 3 vjetësh që po ti isha unë gjyqtar, Arben Ahmetaj do përfundonte shumë herë më keq. Edhe pse akoma ishte në fazë hetimore. Pra nuk intereson të prezumimi pafajësisë. Pikërisht, pra, dhe ne këtu duhet kuptojmë, ky zoti Rama e ka të sinqert rezistencën që po i bën për Ballukun. Pra është realisht ajo që thotë ndoshta edhe me drejt Manjani ka drejt kur thotë. Unë nga Manjani qendrim thotë, edhe me Ballukun, edhe me Sali Berishën. Problemi është nuk është kryeministri Ylli Manjani. Kryeministri është Edi Rama. Dhe mënyra si vepron Edi Rama përcakton se si shkojnë gjërat në Shqipëri. Se si funksionon drejtësia, sepse ai e ka shumicën tashmë, edhe për ta penguar ose për ta inkurajuar drejtësinë. E ai e ka dhe vullnetin dhe gurin dhe arrën për ta përshpejtuar apo për ta penguar integrimin në Bashkimin Evropian, për cilin askush nuk është kundër këtu besoj. Dhe ne për këtë po diskutojmë edhe i mbledhur sot. Dhe këtu praktikisht unë mendoj që integrimi i Shqipërisë po pengohet për hir të Belinda Ballukut në pamje, po kjo s'është e vërtetë. Unë mendoj që ai integrimi në Bashkimin Evropian po pengohet për shkak se zoti Rama me mënyrën se si u godit Belinda Balluku ka krijuar paranojë se njësoj mund goditet dhe ai. Dhe zakonisht njerëzit që kanë frikë se mund goditen janë njerëz që kanë bërë faje në këtë vend. Dhe sot Edi Rama e di fare mirë që kur sulmojmë Gjermaninë që ka pru dosjen e Akshit, e di fare mirë që ke dosja e Akshit ka familjarë vetë brenda. Dhe ai nuk po qan hallin e Belinda Ballukut, po qan hallin e vet, po qan hallin e lindës vet. Kur fakti që një dosje tjetër që erdhi nga Gjermania dhe që sot para 3 ditësh ky doli tha nuk na tregojnë ta neve se si i bëjmë tenderat tanë. Dhe mbas 3 ditësh anulloi tenderin e Porto Romanos, që ishin 400 milionë euro paratë të taksapaguzëve shqiptar. Prap na tregon që këtu nuk është çështje ke shkelja standardeve dhe ke mënyrë ke emri. Problemi është tek parimet. Dhe këtu ne shohim kryeministin i cili është i friksuar për shkak se drejtësia ashtu e imponuar, e fryrë, e sakatosur, mund të shkojë ke shtëpia vet. Okej. Dhe ne këtë duhet kuptojmë fare mirë. Këtu e ka hallin po thua. Po këtu e ka hallin pra. Këtu e ka hallin. Ylli po them edhe herë ka shumë të drejtë kur thotë që u shkelen parimet edhe ke Belindën edhe me Sali Berishën. Problemi është që kur u shkelen për Belindën, kur shkojnë me Sali Berishën, ajo që ata që kanë votë dhe kanë shumicën, gëzonin dhe duartokisë dhe thoshin, ja e kemi bërë reformën, se ne nuk prekim, nuk pyesim fare kur na vjen vetja. Ama kur erdhi ke Belinda, që mbas Belindës është Edi Rama, atëherë këtu doli problemi. Dhe këtë më them unë e kuptoj fare mirë dhe Ylli ka shumë të drejtë se është në trakun e vet, është në rrugtimin e vet, ama këtu s'është Ylli kryeministër, është Rama. Kryeministër është Edi Rama dhe Edi Rama ne duhet ta shikojmë me lupë se si merr vendimet, si mban qëndrimet, çfarë standardi ka për Sali Berishën dhe çfarë standardi ka për atë që ka pas bashkëautorë të vjedhë më të mëdha që ka ndodhur këtij vendi në 30 vitet e fundit. Kjo është e rëndësishme. Mira? Po. Jo, te kjo pikë ku jemi tani, se unë nisa me Manjanin për Spakun, si mund të reagoj Spaku, çfarë mund të bëja, do veproj apo do heshti, do tërhiqet në një farë mënyrë pas kësaj që po ndodh. Pavarësisht se Bledi doli tjetër kund. Çfarë mendon se do ndodhi? Ke një trak.
Shiko, më duket për sa i përket arsyes për cilën e mbrojti Rama Ballukun, ju përgjigja edhe pjesën e parë kur thashë është më tepër, unë e shikoj më tepër një çështje parimore, pastaj duke ulur në rastin konkret mund të flasim një mbrëmje të tërë, një emision të tërë duke rënë në spekulime, në komplotizëm apo në të vërteta. Ndërsa për sa i përket SPAK-ut, natyrisht që është një lloj përplasje me të, nuk e di se sa do tërhiqet mbrapa SPAK-u, nuk e di se si e ka dosjen. Padyshim që tashmë është një betejë që ka përballë edhe Partinë Socialiste në një farë mënyrë, sepse ka vendosur që mos ta dorëzoj kokën e Belindës, kështu që do ketë bërë mirë që atë dosjen ta ketë bërë të kompletuar, që t'ja ketë vlejtur gjithë kjo betejë, pra ta ketë bërë të puthitur, sepse siç e thash, deri tashti vetëm Safetin kemi parë, Safetin e shkret bilesh, për thënë, kemi parë që është dënuar, ja kishin puthitur dosjen me të gjitha. Ndërsa të tjerat janë akoma në ajër. Kemi 2 kryeministra që nuk po ju mbyllet çështja, dhe kemi edhe një betejë politike e cila nëse rezulton fiasko në gjyq, çështja Balluku, atëherë SPAK-u e ka futur vendin në një betejë me perëndimin. Është një betejë me perëndimin, sepse ato që kanë thënë ambasadat, pavarësisht nuancave, tregojnë në një farë mënyre një aciditet, abrazivitet me qeverinë. Dhe në qoftë se SPAK-u del shpuar në këtë punë, atëherë e ka futur vendin kot së koti për shkak të egos të tij në një kurs përplasje me perëndimin dhe me perspektivën tonë për t'u integruar. Në qoftë se ka dosjen e puthitur, atëherë unë mendoj që në përgjithësi mendoj që Balluku e ka mbyllur karrierën e vet politike në një farë mënyrë, të paktën në plan të parë, por në qoftë se është atëherë duhet të fillojë së pata të bjerë mirë majtas edhe djathtës, në qoftë se SPAK-u vërtet është kaq i aftë sa që dosjen Balluku e ka puthitur edhe ku të shkojmë ndje, ku të bjeri më djathta sila. Tjetë një hint. Zakonisht dosjet... Kujt Iran 22 rrugë për 2 javë? Iran Tanhilës Blet Kokës apo Belinda Ballukut, që ka qeverisur 5 vite këtë. Jam skeptik për këto rrugët, se thanë edhe ra edhe tuneli Llogaras, tuneli Llogaras s'ka rënë akoma. Gafa e madhe është rruga e qafë ploshës. Ajo është gafa me e madhe, po e cila po t'i hyet asaj. Hiku ajo, e ka fajnë Saliu, e di unë atë. Jo, e ka fajnë Saliu, e ka fajnë Ridvani, jo Saliu. Librajdi me prenjasin. Si jam nga ata që ja lë fajnë Saliut. Po, Librajdi me prenjasin. Ku Ridvani para 5 Librajdi me prenjasin është në fakt një çështje që do një hetim. Është një hetim i cili duhet futur thellë në fakt se nuk është vetëm puna e Belinda Ballukut, sepse nëse ka një rrugë revolucionare që po bën kjo qeveri është korridori 8. Pastaj duhet parë këto firma dhe kanë bllokuar kalimin e ujrave. I ka dhënë leje kjo 5 vjet dhe punë ka qeverisur teknike, unë po të flas politikisht. Nëse ka një veprim revolucionar që ka bërë kjo qeveri është korridori 8, i cili ka një luftë jashtëzakonshme rajonale gjeopolitike për mos ta bërë. Ka plasur në shpërthime, ka pas në drejtori këto rrugë. Dhe pastaj këtu fillojmë që nga sabotimet, se s'ka punë Balluku, pse 2 budallënj të një firme shkojnë e gërmojnë këmbë të urës, dhe s'ka lidhje fare me Ballukun kjo punë. Dhe këtë nuk e them unë, e thonë inxhinierët që janë marrë me këtë punë dhe që nuk janë fare afilacioni marrë. Dgjoj, mos ta bëjmë teknike. Do flasim për të tjera, mos ta bëjmë flasim. Ta kisha ditur që ju pëlqente kjo, që tuneli i Llogaras nuk ka hekur dhe inxhinierët na thonë. E di kush duhet futur në burg. Ai që i ka dhënë gojë se ka thënë s'ka hekur. Ai duhet futur në burg, jo ta shtim. Si ko filmin Basovjerit, ai greku që ka folur. Ai nuk duhet kishte vënë firmën ai, duhet kishte dhënë certifikatën. Mirë, të them vetëm një fakt. Para një muaj, deputetët e Partisë Demokratike i Sekonës, shumë e rëndësishme kjo, Denis Avata i bën një kërkesë autoritetit rrugor shqiptar dhe i thotë, a mund na jepni siguri që tuneli i Sekonës, tuneli i Dibrës është i sigurt. Dhe di çfarë ka qenë përgjigjja zyrtare e ARSH-s, ka qenë që ne nuk mund të japim përgjigje për këtë pyetje tuaj, sepse ne sot e gjithë ditën nuk e kemi marrë në dorëzim tunelin. E kuptoni, autoriteti rrugor shqiptar është institucioni që merr dhe certifikon sigurinë e rrugën në Shqipëri. Se na futut këtu, ku do dalësh me këtë? Se na futut e rrugën. Po flasim për Belinda Ballukun pra.
Mi pra, unë isha të pyetja... Duhet të duhet kjo për unë se kisha të pyetje, kisha se do reagoj Spaku, mo. Edhe një po të thëmë djerë, ne sot po flasë për njëri që ka ndërtuar 1.1 miliard, ka të ndërtuar 1.1 miliard euro rrugë në Shqipëri, vetëm rrugë, dhe nga këto 1.1 miliard euro rrugë, po theme edhe se po të lexoj 21 rrugë të cilat të gjitha me investimin e kësaj zonje kanë çelëduar dhe janë për të bërë nga e para. Mirë, dhe ti thua që Spaku do gërmoj këtu, do gjej diçka. Do ta bëjmë nga e para neve. Edhe atë që u mbyll atje, edhe këtë rrugën e Dibrit në shumë gjë do bëjmë nga e para, edhe Unazë Tirana që është një çelësillik i madh që e ka kthyer Tiranën në një kapslëk total trafiku. Dhe ti thua që këtu do gërmoj Spaku dhe do gjej ka material për të gërmuar. Minimalisht ne që jetojmë këtu. A duhet pretendojmë që kjo zonje nuk i ka bërë minimalisht, ka qenë pa për t'i bërë gjëra dhe maksimalisht, si shta thonë përgjimet e Spaku. Kjo zonja i ka ndarë në rrugët me 700 lote, vetëm që këtu të ishin vetëm kompani shqiptare. Bëjnë që ndrojnë Belindën, po Unazë e Madhe nuk është projekti Belindës, më burë. Edhe rruga e Dibër nuk është projekti Belindës. Çfarë ka bërë ndjes pas të Kolondashi është super rrugë. Çka kanë bërë këta fundorinë e tjera? Jo, mos kalon epitete se në rregull është në të gjitha drejtimet ajo. Unë të paktën që i bie 2 herë në ditë asaj Unazë. Ku i bie? Rreth e qark i bie Unazës, i ka marrë 1 muaj rreth rreth e qark. Në qoftë se thua që krijohen bllokime në orët pik, po them, ik në Milano, ik në Londër, që jenë 100 metra larg shtëpisë, ndjen erë në gjellë se nuk harin Isha në fundjavë zotri Milano. I luante Milan Inter, s'kishta as si trafikacione. E bëja për shkodit në fund sa më dinte ta bani këmbës nga fraksioni. Isha në fundjavë edhe nuk kishte fare trafik me qëra fjalla. Lenci, ndjes. Kam përshtypjen se ne po bëjmë një gabim në qasje ndaj gjës. Ende deri më sot, madje edhe në parlament, nuk diskutohet mbi fajsin apo pa fajsin e zonjës Balluku. Nuk është hyrë në meritën e çështjes. Këtu po hyet diskutimi i sotëm është me çfarë cilësie do të presë zonja Balluku hetimin gjyqësor në liri apo në masa të tjera shtrënguese të rënda dhe shumë të rënda, siç është arresti në shtëpi dhe arresti në burg. Deri tani nuk ka një debat mbi fajsin dhe pa fajsin e saj. Ky debat bëhet vetëm në studio, bëhet në debatin politik e me radhë, por deri tani nuk ka. Dhe Spaku në këtë rast është përpara 2 sprovave. E para të shmanga të kërkesën që ka zakonisht turma. Ti ishe i madh, sot erdhi dita të shikojmë si të pritet koka. Spaku duhet jetë në këtë rast thjesht i ftohtë dhe t'i afroj çdo garanci t'i respektoj të gjitha procedurat derisa të çojë dosjen në gjyq. Sepse duhet kuptojmë një detaj që ne e harrojmë, më i thjeshtë fare. Fjala e Spakut është e barabartë me fjalën e zonjës Balluku dhe mbrojtësve të saj nga ana tjetër. Janë 2 palë krejtësisht të barabarta teorikisht. Normal. Në ndeshjen përpara gjyqtarit për t'i mbushur mendjen gjyqtarit se cili ka të drejtë. Po, dakor. Nga kjo pikpamje, në qoftë se ti e zvarrit të pandeurin me zinxhir në këtë kalvar, ke cënuar këtë lloj barazie, ke cënuar dhe parimin e prezumimit të pafajësisë. Pra këtu nuk bëhet fjalë as e mbron, as e sulmon zonjën Balluku. Ajo që mund të thuhet me qartësi është që po, majoranca socialiste ka pasur 2 standarde ndaj të njëjtës gjë. Jo ndaj fajësisë të njërit apo tjetrit. Prandaj thash, është shumë i rëndësishëm parimi. E përmendi Koka pak më parë, e kam përmendur shumë shpesh edhe unë, sa herë që kam pasur mundësi. Në rastin e një zëvendës kryeministri, Rama pretendonte se do t'i ishte gjyqtar dhe prokuror shumë herë më i ashpër, që është për Benamete, do të bëheshin. Pra nuk e vinte në dyshim fajsinë e tij, në rastin tjetër, fajsinë e tij. Do me thënë, në qoftë se Spaku mund ta konsideronte fajtor dhe do të kërkonte disa vjet
heqje lirie për të, Rama do të afronte edhe një kryq që ta kryqëzonte, po të kishte cilësinë e prokurorit dhe gjyqtarit. Në rastin e zonjës Balluku ka një qëndrim krejt të ndryshëm. Unë them ka gabuar dje dhe ka të drejtë sot. Okej. Po flasim Mi edhe dakord, njerë, po, a e dekurajon, më falë, nëse do jetë ky standardi. Të lexojmë një çik Pse e dekurajon? Pse e dekurajon? Çfarë? Jo, nëse është ky standardi, pra që pezullimi jo, imuniteti jo, a e dekurajon SPAK-un e gjitha kjo apo jo? Mund ta nxjerrësh edhe një herë deklaratën e Ramës. Do ta them pse jo. Ja prit, ta përfundoj. Mund ta nxjerrësh edhe një çast deklaratën e Ramës. Deklaratën e Ramës, Regja, ma nxjerr edhe një herë tjetër çfarë lexove në rreshta. Eksperimentin sociopolitik, Për çfarë? përjashtim të paragrafit fundit, që është një nga këto sfidat kryeneçe që zakonisht i bën Ballkani Evropës, paragrafin e fundit, pjesës tjetër nuk e asgjë çfarë i qorton. E ka të ndarë mendjen busullën për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, reforma në drejtësi nuk ka prapaktheru, lufta kundër korrupsionit vazhdon, Balluku nuk akuzohet për korrupsion, hetimi do të vazhdojë. Detaj i ri. Kush është? I patrazuar as nga pengimi, as nga yshtje SPAK-ut prej faktorësh jashtë kufive të pushtetit pavarur gjyqësor. Kjo është thembra e Akilit, dhe nëse kujton dhe një deklarim të mëparshëm të tij para 2 javësh kur mbajti atë fjalimin e gjatë, në një moment justifikimi tha, çfarë po bëjnë, tha, kanë arritur, tha, deri ke çështje të cilat përfshin mandatin e dytë, domethënë janë deri në vitin 2021, çështje të vjetra deri në vitin 2021. Ajo çka nuk është thënë, por Rama natyrisht e di më mirë, është parandjenja, ndoshta parashikimi, për ato çfarë ka ndodhur, zullumet kryesisht, në mandatin e vetë kënaqësisë së socialistëve, 2021-2025. Pra, shikon fillimin e një procesi, i cili ke Balluku nuk shikon një stacion të fundëm. Unë nuk them Rama, për stacioni i radhës, por shikon që ka një vijimësi dhe mund të jetë një çështje e cila do të shkojë edhe më lart dhe do të jetë shumë herë më e bezdishme se një mizë në studio për qeverisjen e Ramës, sepse do të jetë një faturë që vazhdon dhe vazhdon. Ky është thelbi i kësaj historie. Nga ana tjetër, kam frikë. E zëvendës kryeministri e re. Çfarë frikë ke Lenci, ma përfundoj që kam frikë për më një thot gjë. Manjani se nuk i dekurajon. Jo, në qoftë se është e vërtet, ajo që pohohet nga një herë si aksion, që historie të ardhmes është shkruar në të shkuar, në qoftë se shikojmë mënyrën se si ka vepruar SPAK-u dhe në dosje të ndryshme, ku klasike është ajo dosja ndaj kryetarit të bashkisë zotit Veliaj, unë pres një përshkallëzim të veprimit të SPAK-ut. Ti pret një përshkallëzim? Pikrisht. Pra Belinda është 5D-ja? Që do të thot, në lidhje me këtë dosje, e cila ka disa fraksione, e cila do të thot, ose shtim akuzash të reja, ose zgjerimi rrethit të njerëzve që hetohen, por që nuk ka kthim pas në këtë histori. Gabimi strategjik që bëri Rama... Çfarë ishte? Që se la t'jep të dorëheqjen apo çfarë? Pikërisht pra. Kur thotë që unë kam refuzuar 3 herë dorëheqjen e saj, nëse kjo është e vërtetë dhe nëse kemi asnjë arsye. Ta kishte relaksuar në një farë mënyrë, po ta kishte pranuar. Do kishte shliruar dhe atë vet. Sot nuk do të bëhej ky debat, dhe fati i këtij procesi do të ishte shumë herë më i qetë, do të shkonte në rrjedhën normale të kësaj historie. Që do të ndodhë nëse Ramës do kishte frikë. Po themi. Konfuci thot një shprehje që nuk e di sa shkon në këtë rast, po thot në shembullin e Manjanit, unë edhe mund ta them këtë gjë, vonë është, po e perifrazoj ndryshe. Kur ndjen dihatjen e armikut mbas shpine, këtu afër veshit, ri dhe mos lëviz. Prit të mërzitet e të iki vetë, se po lëvize vetëm qefin i bën armikut. Oke, e kuptova. Kuptova. Ruajt e etikën. Manjan, pse thej që nuk i dekurajon? Asnjë manual teknik, profesional,
që i dikton një prokurori suksesin e çështjes nuk sugjeron fare të harxoj kohë për masën e sigurisë. Një prokuror që duhet të ketë sukses, duhet të harxoj kohë për gjithë prova. Që të vitë kopsitja që tha, a kanë kopsit, unë dyshoj që i kanë kopsit. Dyshoj shumë. Siç i kanë ndërtuar, siç është metodologjia e gjë, sepse në emër të pandëshkueshmërisë e gjithë koha publike e SPAK-ut deri më sot ka qenë e harxuar për masat e sigurisë. Që populli të kënaqet me arreste. Kjo është arsyeja pse dosit cedojnë. Jo gjithmonë, ti me realist, por cedojnë masivisht sepse është teknika e tillë. Zakonisht teknika që vitë manual, teknika sugjeron këtë gjë, që nëse do të mbledhësh prova, atë që po heton lëret lirë dhe gjëmoje. Lëret lirë dhe gjëmoje. Derisa ta zësh se diku do shprehet, diku do shfry. Kjo është teknika. Dakor? Këtë teknikë ne nuk e njohim fare. Ne i bim shkurt. Populli burg, Rasenburg, hec. Vazhdojnë. Ky është debati. Dakor? Unë sigurisht do isha, dhe nuk kam në shpresë të madhe, po sigurisht do isha shumë i qef mbetur ose i palumtur nëse ky rast i Belindës nuk do ngrihej në standard për gjithë të tjerët. Çfarë do thuash nuk do ngrihet në standard për gjithë të tjerët? Pra, domethënë, shikoni, arresti në burg është pikë për vrasësit more. Në burg futesh njëri që i rrezikshëm për shoqërinë. Me gjithë të tjerët flasim, ka masa të tjera, ka mjete të tjera. Po thoni ju se mund të ishte edhe arrest në shtëpi, a? Arresti për arrest. Okej, vetvete është, okej, dakor. Fjala arrest do të thotë arrest kardiak. Ndodh diçka e papritur dhe jashtëzakonshme. Arrest është fjalë e madhe. Ne kemi bërë kështu si bugetjaf. Një ndërhyrje pastaj. Çfarë ndërhyrje do bëj? Jo, se kam një ndërhyrje, je kam më shumë pyetje. Kjo është thelbi i gjës. Dhe në qoftë se ne e anashkalojmë këtë koncept, sigurisht që çdo gjë tjetër bëhet politike shumë kollaj. Aq më tepër ku këtu ke persona me cilësi të veçanta, ministra, zëvendës kryeministra, politikan, sigurisht që debati bëhet politik, do s'do. Në qoftë se ti e merr dhe e mërthen me prova dhe e fut në çon gjykim dhe e dënon me prova, askush s'thot asgjë. Dakor. Kjo është thelbi. Po arritëm këtë standard, që dakord jam me atë që thotë Lenci, që të arrijmë të ky standard, këto prokurorët duhet të fikin lajmet, mos ketë televizor fare. Po patjetër, mos bën sondazhe që shkruaj CV-n ai prokurori që kam arrestuar kaq njerëz. A pa çfarë tmerri ishte më, që konkurroshin atje te KLP-ja. Unë kam bërë këtë arrestim, kam arrestuar këtë, kam pas këtë çështje. Ndërkohë ishin duke ka edhe një problem logjik. Kjo që vetëm një minutë. Kjo që thot Manjani, që ti kërkon të mbledhësh prova. Pra kemë grumbulluar 16 faqe. Atë që i fut mrena, nuk ke çfarë provash të mbledhë mos, e ke fut mrena provën. S'lëviz më. Domethënë ke paraqitur dosjen dhe të gjitha dhe thuat ta fus brenda se më prish provën. Nëse ti gjatë 2 vjetëve nuk e harritur të mbledhësh provat, tregon që ti ke një problem të madh me kapën flagrans duke prish provën. Po kjo është metoda. Një lloj të drejtë edhe prokurorët e kanë, sepse ajo pati një tash i mbledh ata punonjësit edhe është deklarim forca, ajo ju thua që unë do jem prapë. Po forca nuk është arresti, më forca është të gjymoj nga mbrapa derisa të zë. Po kur prokurori siguron prova që persona me precedent penal ndikojnë edhe i bëjnë presion dëshmitarëve të çështjes, çfarë duhet bëjë prokurori? Atëherë ja ta themu çfarë do të bëjë prokurori. Pyetja është tjetër. Lëre ta marrim Bledi se s'ka do marrim mbrojtje dëshmitarin, kjo është zgjidhja. Do marrish mbrojtje dëshmitarin. Edhe një herë, po. Sepse personi mund të jetë në burg dhe prapa i ka presion. Jo, Po, pra, nuk është zgjidhja arresti në burg. Sepse kur nëse ti verifikon
që presioni që bëjnë ta, personi prezident penal, e kërkon kjo zonja, shkojmë kjo ajo që ndodhi me Romelie pasaj. E futëm në burg zonjën, jo më ta çën deri burg. E futëm në burg zonjën, e futëm në burg zonjën. Koka ka vetëm një argument koka. Jo, e çon tek zyra avokatit popullit për të intimiduar që dëshmitarët. Nuk është aq e thjeshtë, nuk është aq e thjeshtë, jo. Unë ta vash zgjedhjen ti zonë në gjuhë. Jo, nuk ma dhe. Ta vash pra, merret në mbrojtje dëshmitarit. Nuk ma dhe. Po, kjo është zgjedhje, s'ka zgjedhje tjetër. Sepse edhe nga burgu mund të bësh presion. Ndërkohë kjo mund të livadhisë dhe mund të bëjë çfarë do kjo. Kush e tha me futëm në burg, ta morën të mirëqenie. Futëm në burg dhe prap dëshmitari ka dëshmitar. O tani, zonë në gjuhë këtë. Po dëgjoj, po s'ka një dëshmitar. Po disa. Po jo, mund të jenë 100 dëshmitar. Po jo, për një person është në apartamentet e Belvidës, aty ke drejtë. Se s'ka fuqi ky njeriu që pas ka fuqinë 100 dëshmitarëve të kanceloj, ta bën dhe nga burgu. Patjetër, patjetër. Patjetër. Çka zgjidhje burgu? Patjetër, po kur futesh në burg bësh dëshmi. Kur futesh në burg të bin pendet, siç tregoi rasti i Ronveliaj. Kështu që bin pendet, pra ka edhe mekanizma të tjerë. Tani mbeten pak arrestet në burg. Jo, po ide është se tu trajtohet sikur Spaku shkoi direkt në arrestin në burg. Ne harrojmë neve që Spaku kërkoi fillimisht një masë të butë ishte pezullimi. Nuk u refuzua masa, çfarë do bënte Spaku? Thoshte, e po bëj që s'ma dha pezullimin, unë nuk kërkoj dot masë, kjo është grua, edhe është në fishë, do bëjmë me kaq. Ndërkohë që prova që siguronte në vazhdim të këtij Spaku, tregonte si zonja, jo vetëm që kishte tendencë momenti të bëj presion edhe dëshmitarëve. Madje ka pushtet sa njerëz që duhet të jenë në dosje. Nuk arrita dot të bëja një pyetje të fundit se s'ka më kohë. Në rast të Belindës Ballukut ne kemi rastin që njerëz që në vend që të jenë në bankën e akuzuar ose si dëshmitar, sot janë promovuar në postet e larta deri te ministra. Kjo është problemi. Pra e kupton se për çfarë lloj pushteti po flasim dhe ne po merrem seksin në një ndërkohë që atje vazhdon të bëhet nami, edhe me tenderat, edhe me provat, edhe me dëshmitarët. Po për këtë kur do flasim neve? Ti kapi Spaku, thot Manjani. Ti kapi integral, po. Dgjoj, se nuk ka ti vaj të çojë ke jatët e Belindës, aty të çojë. Atë ka nuk e dola dot të bëja pyetjen e fundit për ju. Kjo është supozim. Po jo, po them çfarë thotë që ti është supozim. Ju lutem. Po të di çfarë fakti gjë. Dhe nuk janë Unë shpikë. di për fakt nga provat e Spakut të gjë. Nëse ti po spekulim. Po doli. Ajo gënjen Spaku. Gënjen Spaku. Asnjë nuk është ai strim sa ajo do prish. Bledi të lutem. Përgjimet e Belindës me Vizberberi. To më bëhet të shpive. Po çfarë bën? Bledi. Të cilin përgjigje bu? Te pa shpive. Tani. Kjo është më kjo është kot tani. Është përgjigje kjo. Është gjë më përgjigje. Dgjoj. Manjani se jemi në fund nuk ka kohë tani, ju lutem. Do i shohim Nuk arrita dot ta bëja pyetjen e fundit për ju. Si e parashikoni marrëdhënien e qeverisë pa gjëra që thash parë. Politikë të vijshme. Adonisi lufta tani apo jo, pas asaj që ndodhi sot, do mbetet për herë tjetër. Bledi, shumë faleminderit që ishe sot me mua. Lenci, shumë faleminderit. Hilat, falenderoj. Manjani, faleminderit. Nuk u mor vesh asgjë tani në minutat e fundit. Natën e mirë, takohemi të hënën.